Burimet natyrore që na përkasin të gjithëve janë monopolizuar në fare pak kompani të huaja, të cilat i kanë marrë letë e shfrytëzime dhe i mbajnë pezull të pashfrytëzuara e të bllokuara për vite e vite me radhë, ndonjëherë deri në 25 vjet, duke bërë të pamundur për kompani të tjera që të hyjnë në treg dhe të konkurrojnë në mënyrë të ndershme me to. Shumë mirë që përmes këtij projektligji më në fund u kujtuat që ta kufizoni bllokimin e lejeve, por sa vlerë ka tani më kur vendurimet e njohura po shkojnë drejt shterimit. Nga ana tjetër, shkalla e përpunimit të mineraleve, që dikur bëhej me cikël të mbyllur, sot është katandisur vetëm në nxjerrje të mineralit dhe hedhje në treg. Më shumë se 65% e sasisë së kromit prodhuar shkon për eksport i papërpunuar, edhe pse çmimi i ferrokromit në tregjet ndërkombëtare është 8 deri 11 herë më i lartë se sa çmimi i kromit. Shkalla e përpunimit të mineralit të bakrit arrin vetëm në koncentrat bakri. Edhe pse dikur në vend kishim kombinat metalurgjik që bënte shkrirjen e rafinimin e bakrit deri në prodhimin e telave të bakrit. Sot vetëm nxirr e shit. Kësaj i thonë që të shesësh lopën si të ishte ka. Jo të marrësh prej saj qumshin, djathin, kosin, mishin. Do të mjaftonin $400 milion nga buxheti i shtetit që në bashkëpunim edhe me investitorë të huaj të ngrijej një kombinat metalurgjik për përpunimin e mineralit të bakrit, por sigurisht kjo gjë s'mund të ndodhë në vendin ku kontrolli i lartë i shtetit vit pas viti konstaton shpërdorimin e të paktën 1 miliard eurove.